Një i burgosur 80 vjeçar martohet me një vajzë 26 vjeçare. Është një ngjarje e vërtet. Ndiqeni me kujdes të kuptoni se ku po shkon njeriu. Dhe ku po shkon gjithë shoqëria jonë që me kalimin e kohës do të jenë fëmijët tanë dhe nipër dhe mbesat tona. Ndiqeni deri në fund. Kush është rastisht e ti bëj like faqe si shihni sërish, ju falenderoj që jemi për e bashkë. Charles Manson, një killer 80 vjeçar, ishte në burg të përjetshëm. Po. Dhe në vitin 2014, një vajzë që u dashurua marrëzisht me të, një vajzë 26 vjeçare, i kërkonte qante dhe kërkonte me çdo kush që të martohesh me të. Dhe në vitin 2014 kërkuan që të martoheshin. Tani pse ndodh kjo? Sepse ky është thelbi i gjithës kësaj. Duhet të dini që në Amerikë mund të martohesh me një të burgosur që është i burgosur edhe për tërë jetën. Mund ta bësh, me fjalë ka liberalizëm. Dhe çfarë bëhet? Si është e mundur që një vajzë 26 vjeçare të martojë një 80 vjeçar? Një. Dhe e dyta, si është e mundur që të martojë një vajzë 26 vjeçare një njeri që është në burg për gjithmonë? Dhe tjetra, që është akoma më keq, si është e mundur që 20 vjeçare, 26 vjeçare të martohet me një killer që vrau 10 njerëz? Si? Sepse Charles Manson vrau. Pra, ku qëndron problemi sipas jush? Si mund të ndodhë një gjë e tillë dhe pse? Shikoni, unë kam një teori dhe do t'ju lutesha që ta diskutojmë së bashku. Unë do ta hedh si teori, por do doja një komentin tuaj. Shikoni, po t'i vini re, i jeta në Amerikë nuk është si në mesde. Mesdetarët janë ndryshe, në fakt amerikanët thonë nuk jemi si mesdetarët, sepse na përbuzin. Por duhet të dini që këtu, për shembull qoftë në Itali, por edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedonia apo Malzi, fëmijët rrinë derisa të vi momenti, derisa ata janë në gjendje që të shkëputen dhe të jetojnë vetëm. Pra mund të jetojnë me prindrit sa të dua, bile ka prindër që jetojnë me fëmijët për tërë jetën. Kurse në Amerikë nuk ndodh kjo. Sepse aty nga vitet 60 vurën disa ligje që secili duhet bëj jetën e tij dhe filluan që të shkëputnin familjen. Pra ti sot, duke mos patur asgjë sepse asgjë nuk është jotja, nëse ke vënë re, pra e kanë bërë në një forum që asgjë nuk është jotja. Duke filluar që nga fëmijët, nga toka, nga shtëpia, nga makina, po çdo gjë që ti ke nuk është jotja. Dhe kjo bën që ti të shkëputesh, pra shkëputen njerëzit nga njëri tjetri. Dhe për më tepër, në Amerikë, pas moshës 18 vjeçe, maksimum 20 vjeç, të gjitha vajzat dhe djemt qofshin, ikin nga shtëpia. Duhet jetojnë vetëm, sepse e kanë bërë në këtë forum. Gjoja që kjo bën mirë sepse i formon fëmijët, pra i rregullon. Mirë po, nëse keni vënë re, adoleshentët ndihen të sigurt me një prind, me një ta di unë, me vllajin, motrën apo së bashku. Dhe nëse ti i shkëput në moshën 18, maksimum 20 vjeçare, ata do kenë probleme. Pra, së pari është një problem psikologjik dhe pastaj edhe financiar, ekonomik, ku ta di unë. Dhe këto janë probleme që ai përveç se e nxitin këto probleme, pra të jetës së tij, por mund t'i shkaktoj probleme të rënda të pariparueshme. Ndaj dhe në vendet e Amerikës, pra në gjithë Amerikën, ka më shumë njerëz me probleme. Ka shumë njerëz me probleme. Nuk thash që në vendet tjera nuk ka, por në Amerikë janë shumë më të theksuar, pikërisht pra sepse duke filluar që nga nordikët, pra Suedia, Norvegjia etj, Anglia deri në Amerikë, janë gjoja mësuar që fëmia, me fjalë adoleshenti në moshën 18 vjeçare, maksimum 20 duhet ikë nga shtëpia. Në fakt, thjesht ja u kujtoj kështu që kam jetuar me një vajzë nordike dhe jati e mbajti derisa mbaroi shkollën. Pastaj i tha, gjej punë, vazhdo, jeto. Kur jati një milioner. Dhe unë e mendoja normale, mendoja ndryshe. Dikur thosha, por të kam, më falni për shprehjen, rjerë më ato para, pse më nuk e ndihmon vajzën, jo për mua, po të ndihmoj vajzën e tij, vajzë vetme. Po nuk është kështu, sepse nga një ranë është mirë që ti ta ndihmosh, por jo ta shkëputësh totalisht. Ky është mendimi im. Pra i thuash bëj ç'të duash tani vrit veten. Është problem për njerëz dhe ndaj dhe kanë këto probleme të mëdha. Pra duke u mbledhur në vetvete dhe duke jetuar në vetmi, vetmia sjell probleme të rënda.
ky është problemi sipas mendimit tim. Dhe kjo vajzë që 26 vjeçare yll, po ta shikoni këtë vajzën, afton nuk e mbaj mend, po e dashur e Charles Mansonit. Dhe kjo afton vajzë yll, 26 vjeçare, yll, me të vërtet yll, shkon dhe martohet tash me një 80 vjeçar, si tash 80 vjeçar, që çfarë do bëj ai 80 vjeçar. Për më tepër, në burg të përjetshëm, nuk do të dalë më, ka vrarë njerëz etj. Në fakt ai në 2017 vdiq. Por problemi ku është që këto martesa janë shtuar akoma më shumë. Dhe në qoftë se vini re, unë mendoj që këto vajza, ose këta djemë që dashurohen me këta të burgosur, sepse ka dhe djemë që martohen me vajza që janë, ose me gra që janë të burgosura. Sepse me atë ndjejnë mbështetje. Do t'ja u them se si. Pra, duke qenë gjithmonë jetuar në vetvete, këta që janë jashtë, se s'ka njeri, jetojnë vetmi, nuk ja u vërshëllen kush ndoshta, dhe çfarë bëjnë lidhen me një që është atje, sepse është i famshëm ai. Ai është edhe tjetë në burg, po është i famshëm. Dhe lidhen me atë. Mirë po ai i burgosuri, ai apo ajo qoftë, ai të vetëm gjë që ka ato letra që i vinë nga njerëzit që nga këta, spazimantët, nga këta që i duan apo nga tjerë që shkruajnë letra. Ka dhe tjerë që hajto po i shkruaj një letër. Dhe për ata ajo është bota, sepse pa ato letra ata nuk mund të ecin dot përpara, ato i mbajnë gjallë. Kurse këto të tjerat nga ana tjetër, këta që i shkruajnë, këta janë në vetmi, sepse s'ka njerëz. Dhe çfarë bëjnë? Lidhen me atë. Pra, nga një ranë kanë nevojë për atë dhe ata që janë në burg kanë nevojë për këta këtej. Dhe si përfundim, kjo është bota e ardhmja e njerëzimit. Pra, nëse njeriu do shkëputet dal nga dal, ashtu siç po bëhet tani, siç po luftohet, dhe siç është luftuar që të shkëputet në këtë mënyrë, me kalimin e kohës do shkëputet totalisht dhe ky do të jetë problemi më i madh për trurin e njeriut. Jo, mos mendoni që mund të jetë një problem kështu, por problemi i trurit që si pasojë sjell edhe probleme fizik, pra në trupin e njeriut. Dhe ky, për mendimin tim, do të jetë problemi më i madh, pra vetmia. Shiko, nëse merr një njeri dhe ta çosh që ai jetojë vetëm në një mal, shkatërrohet. Brenda pak muajsh, ndoshta edhe për një vit, ai mund të iki nga trut. Pra nëse nuk ka më kontakte, po flas, mos të flas me askënd, sepse njeriu, e dini pse, njeriu ka lindur që të jetojë në bashkësi, të jetojë me ngrohtësi. Dhe ngrohtësia ku është? Familja, shoku, miqt, etj. Unë që bëj këto video këtu me ju, kjo është miqësi. Sidoqoftë edhe pse virtuale është miqësi, sepse unë lexoj gjithë ato komentet tuaja dhe kënaqem. Ju dëgjoni dhe diskutojmë së bashku dhe kjo është një interakcion. Dhe është jetë. Kjo është jeta. Pra në bashkësi, duke diskutuar, është jetë. Megjithatë, unë do dëshiroj një komentin tuaj, ku po shkon njerëzimi dhe nëse është e vërtet kjo që duke i shkëputur duke bërë disa ligje për t'i shkëputur sa më shumë nga familja, si do shkoj jeta e njeriu nesër, nëse ai do jetojë në vetmi, sepse je i detyruar të jetosh në vetmi. O mos e prek, o mos i thuaj atij këtë, ose mos e bëj këtë, ai më preku. Pra, të gjitha këto po vërtetohen dhe me kalimin e kohës do theksojnë gjithmonë më shumë. Kështu që pres komentet tuaja. Hajde, kalosh një pasdite të këndshme, ju përqafoj, ju dua forcë qipe dhe suksese kudo që jeni.